Nëse dikush ka interesim, që këtu janë nisa më pajtu me yllin tash. Do më thonë ashtë kimi u qupe emisionin. Janë nisi kimi, ja, po funksionon. Do më thonë nëse dikush ka interesim... Vetë si të vujtë falje një tjetër. Jo, heq, am shenë lovën e ejtë e kemë. Nëse dikush ka interesim, po pajtona plotësisht, a i mundet me hi edhe përmes YouTube. Renata mund të me ndru vendin të dhe. A i mundet me hi edhe përmes YouTube edhe ku do qofë njerëzit bojnë për zgjedhje vetanake. Shumë mirë e tha, unë e bara me kam vlerësu si personalitet, dikush që e ka pas një jetë shumë tronë, edhe e ka tregu, ndoshta edhe arsyen pse e ka shty me e bo qatë formë, ndoshta ma e mirë ka qenë që mos thëmë që ajo nuk ka zgjedh rrugën e prostituimit, po ka zgjedh një rrugë tjetër OnlyFans, që për shumë njerëz mundet edhe me qenë diçka artistike, do më thonë nuk është gjithherë tu përdor për të keq, edhe, qa kjëll? Edhe one pajtona me ta, se do ashtë në mund të lidhë që tu. Jo, më të vërtet, adin nuk... Jo, me dhone shumë pro asaj, sepse edhe one kom qenë para gjykus për Pia Kalef, me thonë drejtën, e pranoj publikisht, kur i kom pa gjana që ajo i ka bo, TikTokat ajo që i ka s'jel, po kur e kom pa historinë e saj, është diçka që ajo ka pranu me full për jetën e vetë. Do më thonë, si që ta edhe zonjan fjallë, e ka shty diçka me bo ato. Do më thonë, na njerëz që jemi në këtë botës, në këtë planet, bojmë plot gabime, po jemi ata që nuk i pranojmë gabimet tona,